jenë martu edhe përveç nuk jenë plëcum edhe jenë shkatru. Dhe completely finished, ta? Po, do më thonë, plotësimin unë e kryoj vetë. Kom bo karrierë vetë. Në estradën ku jam... Martesa nuk bën njeri bre? Jo, në estradën ku jam gëzoj respekt për të gjithve. Nuk ka gazetare as gazetare që më thirë edhe nuk ishka në emision. Jo për këti emisioni, po edhe një qikë që atje jem kam para një muj, një vojzë e kështë bo një emision së dit as ku ke bile, po të kalëzë, veç këmë thonë venesër. Po du më thonë që e gëzoj një respekt edhe pjesën njerëz dhe lëkut e rregulloj vetë. Do më thonë nuk du më rregullu gruja. Apo kupton? Kështu që pjesën e rrezëllakut, shpinë, kujdesna se zakonisht tojmë, mu pengojnë këto apemon t'i nanën, apemon t'i vëllon, apemon t'i motrën. E kemi obligim i majt. Se na nuk e marrëm këllitën e më shku më një market me blen një vëllar, një daje, një asin, na ka qitë zoti. Për derisa zoti na ka qitë, ta kemi obligim. Për halën, për tezën, për dajen, për vëllon, për motrën, mu nëse më bot vëllar për vitra, nuk më do të fama, as më do të kjerë mirë, as ma i ca shtrajt. Nuk gozon as të një moment vëllar jam, nuk gozojnë me shku në Dubai e vëllar jam me shku Vilipoj. Unë në Dubai a në Turki. Pos një baraspesh, se atëherë ti pjesën e njerëzë lëkët e kumru gjithë si Adnan. Se që kjo ka vlerë. Unë nuk kam me dek, as me rolet e mija, kam me dek si Adnan. A ti ta shurur a herë Adnan? Ta ka vjetë dikur zamrën, edhe pse si por me qatë po tash tha psikologu, tash na kena me... Për shembull unë kom dashuru dikon që kur jem dana ashtë edhe kom vujt, po kom qëllu me dikon tjetër që kom thonë, wow, ka dalë se pas kom dashuru, ka dikush tjetër. Do më thonë, kemi kalu në përfaza, po tash na jemi rritë me karrierën. E që ka mungu që ati personi që ti mu martu me to? Po tash na nuk... Qëre, martesa është edhe fat, hoxhallarët edhe na thojmi që Zoti e shkruan. Po, a thojmë që Zoti e shkruan. Do të ashtojnë edhe mja ba hizmetin. Tash, unë personalisht, mës klas tash vetën e parë, po me qenë se hinëm të martesa të jëmë pa martu. Unë personalisht, për mu martona pisantit e deri me 27 qershor, se me 27 filloj dashmat nuk muj. Dhe me 27 qershor, po shtrojt pyetja. Çdo ditë ka një grua. Mundësit, ai ka mundësit me marrë një gru me në ru statusin, me thonë martova. A ka pengu profesionet në shaka tjera, po? Që po du me thonë, së është e mirë për njerëzit që nga dëgjojnë. A kena shansa sot më martu? Unë, edhe aj tjetëri, edhe aj tjetëri. Po, shtrojt pyetja, pse nuk martona? Nuk du mi shkaktu metastas, kancer. Por martona du me ba martes shëndosh, që më knaq unë, familja jam, nesër fëmija, se martesa është dashnë.